Ju përshëndesim të gjithëve, siç thash, ky episod do të jetë në gjuhën shqipe 100%. Kemi të ftuar special në 440 Boston Podcast Day. Është episodi jon i 12, më falni për gjuhën, po siç thash do flasim 100% shqip, po na shpëtoi në një fjalë do ta rregullojmë, sepse do të jetë një episod për komunitetin, siç thash është i 12. Shpresoj të gjithë jeni mirë në shtëpitë tuaja. Personi që kemi të ftuar sot është diplomuar në Coventry University në Angli për administrim biznesi. Ai ka një eksperiencë mbi 20 vjeçare në industrinë e kredive. Momentalisht është Vice President për MSA Mortgage Company në Winthrop. Shumica e klientëve të tij, mbi 70% janë klientë shqiptar dhe ai fokusohet më tepër te ky komunitet. Vitin e kaluar, nga 275 kredi që janë mbyllur në total ose finalizuar, ose thënë ndryshe në shifra, $145 milion, pjesa më e madhe ka qenë fal komunitetit ton, komunitetit shqiptar. Këto shifra e bëjnë të renditet i treti në Massachusetts nga 6500 loan officers që ka ky shtet. Massachusetts is the state, Boston is the capital city, është kryeqyteti, më falni, edhe jam i nderuar të kem këtu me mua Ardit Kotonin. Faleminderit Tino, dhe për mua është kënaqësi. Përshëndetje miq, do bëjmë një podcast sa më popullor, sa më të thjeshtë, me gjuhë sa më të qartë. Exactly, që na kuptojnë të gjithë komuniteti shqiptar. Ardit, e di me qa do filloja? Jemi se ardhur një. Faleminderit. Edhe do filloja qa ndjenje të jep ty kur shikon që ke bërë dream, ke realizuar ëndrrën amerikanët e shumë familjeve shqiptare këtu në Amerikë, në Massachusetts especially, në komunitetin ton. Normalisht do ishte gënjeshtër të themi që qëllimi nuk është financiar, diskutohet që legu shumë i rëndësishëm, po është kënaqësi e madhe të mbush dhe shpirtin kur ti ke njerëz që vërtet kanë arritur diçka që do ishte vështirë të arrijej. Është kënaqësi kur ti ke njerëz që vitet të tjera pasi kanë bërë shtëpinë prapë të marrin telefone të falenderojnë. Jep kuptim dhe jetës time. Exactly. Normalisht njeriu do që të arrijë diçka në jetë përveç se lekut. Leku shumë i rëndësishëm, po si njerëz duam që të krijojmë marrëdhënie, duam të arrijmë diçka në jetë, duam të lëmë diçka pas me asaj që kemi arritur, dhe mendoj që fatmirësisht për mua isha në një pozicion të tillë që kisha një uri të mjaftueshme, po si për tregun, po dhe për komunitetin, për vështirësitë që ka, që të më përshtatej edhe të ndihmonim ose të arrinim të bënim diçka që ishte e veçantë për komunitetin tonë, të krijonte ose të paktën të jepte mundësi njerëzve të blenin që nuk do e kishin këtë mundësi ndryshe. Edhe si ndjesi, si arritje, normalisht të është një kënaqësi e veçantë kur shikojnë gjithë familjarët dhe familjet shqiptare të komunitetit tonë që ndihmojnë, edhe vetëm ajo buzëqeshja kur marrin ato, ajo kënaqësia që ndjen kur marrin çelësat e shtëpisë parë, se siç thash është blerja e një shtëpie në Amerikë është ëndra numër 1 e çdo amerikani, jo më e shqiptarëve, është ajo cornerstone që i themin është themeli, guri i themelit, sepse fiton pavarësinë, të duket sikur i pavarur je në shtëpinë tënde. Ke krijuar mendoj unë, ke krijuar një pavarësinë edhe në ekonomike, arritur diçka. Edhe të ka bllokuar ajo çmimi i shtëpisë ose kostura e shtëpisë, kjo do jetë për 30 vjet, nuk do lëvizi. Qiraja do lëvizi poshtë e lart 30 vjet, kurse kur e blen, kjo do jetë nuk do lëvizi më tepër dhe e kem mbledhur. Po edhe ajo qetësia që të jep, që ti vjen në shtëpi tënde, e bën siç e do, e kupton e ke tënde. Exactly, e ngul një gozhd në mur, siç e themi, po edhe në Shqipëri kemi pasur, e ngul një gozhd në shtëpinë time. Po tamam. Është tamam, ai llafi është cornerstone, ajo fjalë për gjithë komunitetin ton. Dua shtëpinë time të ngul atë gozhdën në murin tim. Po është themeli i jetës për të gjithë, domethënë të jep atë stabilitetin familjar për fëmijët, për veten tënde, nuk diskutohet. Shtëpia është arritje e madhe. Unë do çik kufjet se çfarë do të pyesja tjetër, Ardit? Folëm përpara se të bëj podcasti kur po pinim kafen. Edhe
as always say, gjithmonë na thonë që podcasti më i bukur bëhet jashtë kamerave. Ashtu është. Bisedimet më të bukura. Çfarë do thoshja tjetër? Doja të flisim për bazat e hipotekës dhe procesin. Patjetër. Se jam i sigurt që komuniteti jon, se ka dhe komunitet të ri që sa ka ardhur, ka njerëz që tërkohë nuk pushon, vinë nga Shqipëria, which is really është diçka shumë e mirë. Po donim t'i jepnim një info të përgjithshme se ku të drejtohen, cilat janë bazat e hipotekës dhe procesi. Patjetër. Si fillon domethënë me një fjalë procesi blerjes së shtëpie. Në radhë të parë, takimi parë zakonisht me mua, ku unë shqyrtoj rrogën që kanë, credit scoring që kanë, çfarë gjendje financiare kanë. Në bazë të kësaj situate që janë ata, unë ju jap një pre-approval që quhet ose një aprovim fillestar që ju verifikon që ju aprovoni deri në këtë pikë. Supozojmë $500,000. Yes. Dhe me këtë letër ose me këtë pre-aprovim, ti do takohesh me një agent dhe agenti i shtëpive do shikoj shtëpi deri në 500.000 për ty. Dhe do të nisi vazhdimisht shtëpi që kanë dalë në treg të 500.000. Pasi keni gjetur shtëpinë që ju pëlqen, bëhet oferta nga ky agent me atë aprovimin që kam dhënë unë dhe tek 500.000 le të themi, dhe në qoftë se shitsi e pranon ofertën tuaj, atëherë fillon puna tamam që do kemi me klienti, ku mbledhim dokumentat e të ardhurave, ku verifikojmë që kjo shtëpi vërtet e ka vlerën kaq, verifikojmë që nuk ka probleme, ky që po e shet nuk ka probleme ligjore. Ky proces zgjat rreth 20 ditë. Pas 20 ditësh ulemi tek avokati, firmosen letra tamam, firmoset tapia, kalohet tek emri i klientit. Ky është pak a shumë në vija të thjeshta procesi që i blerjes së shtëpisë. Doja të dija, po si edhe për teleshikusin, cilat janë llojet kryesore të kredive hipotekore dhe cilat janë ndryshimet mes tyre. Kjo është dhe për mua, jo vetëm për ata që na ndjekin, edhe unë dua të kem vaçu gëzuar. Hajde gëzuar. Për qef jemi. Do të mirë. Rrofsh. Tani ka disa lloje kredish në treg, çdo shtet ka kredi më vete që aplikohen etj. Por kredit kryesore për blerësit fillestar janë dy. Një është conventional loan. Kjo është kredi private, kredi më e zakonshme, më e përdorura, nuk ka asnjë kufizim kur do ta paguash, ta heqësh qafet, kur do t'i hedhësh lek. Është gjë e mirë shumë. Është kredia më normale, më e pëlqyer dhe nga shitësit sepse ka shumë pak kufizime për shtëpinë. Kjo kredi zakonisht kërkon minimumi 5% poshtë dhe ka këtë mortgage insurance, pra siguracionin e mortgage-it e ka shumë tolerant, në një fjalë ta hiqet kur arriti 80% e vlerës së shtëpisë. Pra, në qoftë se ti nuk ke 20% për të vendosur poshtë down payment, do paguash një PMI. Po. PMI është siguracion më vete që garanton bankën që dhe ti posu pagove, lekët do t'i marrin mbrapsht. Ky PMI ikën te kredia që është conventional loan, ikën momentin që ti arrin 80% të vlerës. Këtë ka të mirë ky program, që PMI-n ti nuk e ke për jetë, e heq momentin që arrit 80% që pagesë shtëpisë. Si dhe është më i pëlqyer nga shitësit sepse nuk ka kërkesa të mëdha për shtëpinë që po blen. Programi tjetër është FHA loan. Ky është program qeveritar i mbështetur nga qeveria. Ky program është më mirë për ata persona që nuk kanë kreditin e mirë, sepse ky lloj kredie nuk të ndikon, credit scoring nuk të ndikon në interesin që merr me këtë lloj kredie. Pra, e mira e këtij programi është që ti dhe po e patë credit scoring e keq, ky do të japi interesin e mirë. Po, se janë pros dhe cons, janë të mirat dhe të këqijat. Çfarë është e keqe e keqja e FHA-t është sepse PMI, ajo PMI që ti të ikte të 80%, kur arrihet ti 80% të vlerës së shtëpisë në conventional loan të ikte, të zbristet, nuk e kishe më siguracionin. Me FHA-n ti e ke për jetë. Pra, nuk ka rëndësi sa ke paguar ti vlerë shtëpie, ti do ta kesh këtë siguracionin, do ta kesh për gjithë jetën. Do kesh për gjithë jetën. E para dhe e dyta, FHA ka një siguracion të veçantë që ti paguan në fillim të kredisë, që është rreth diku ke $10,000, është 1.75% e vlerës së borxhit që ti merr. Mos është ajo që paguan pik? Jo, apo është tjetër ajo pika? Është diçka tjetër. Pika është diçka tjetër. Me FHA loan, me kredin FHA ti ke përveç siguracionit që ke muaj për muaj për PMI,
ti ke dhe një siguracion të veçantë që e paguan në fillim. Ky është 1.75% të vlerës së kredis, diku ke $10.000 zakonisht, dhe kjo të rrit borxhin që ti po merr. Megjithatë, interesi për FHA-n është më i ulët dhe është më e kollajshme për të kualifikuar. Krahasuar me PMI-n FHA është më i ulët? Më i ulët. Është gjë e mirë po, për të ditur. Për shembull, nëse për conventional loan do i kishim interesin 6.5%, për FHA do e kishim 6%. Me FHA blem shtëpinë e parë. Kur e blem e mor me FHA sepse s'kishim paguam atë inshurancë. Është program shumë i mirë, është program që ka interesin më të ulët, është program që është shumë ndihmues për klientin. Të lejon, më fal të ndërpres, të lejon FHA ta shesë shtëpinë? Okej, unë e di se e shita, po që nuk e asnjë kufizim, as me conventional, as me FHA. Pas 2008-s, të gjitha këto prepayment penalties, të gjitha kufizimet janë ndaluar me ligj. Nuk lejohet për shembull për një shtëpi primare që ti problem për të jetuar të kesh prepayment penalty. Pra nuk ke kufizime të tilla. Ti mund ta shes me çdo lloj programi, ti mund ta shes shtëpinë kur të duash, mund të paguash kredin kur të duash, mund të jetosh lek ekstra principal. S'ke asnjë lloj kufizimi të tillë. Me që më erdhi muhabeti tek dhe kemi fjalën tek e paguan shtëpinë kur të duash dhe mund ti fusësh një payment çik më të lartë kur të duash. Sa ndihmon ajo? Nuk e kisha në plan, po tani më erdhi në mendje, siç thash, unë jam implikuar me shtëpitë. Alda Realtor, keni punuar bashkë dhe dua të di sa e ndihmon shtëpinë një pagesë vjetore, se le të themi për shembull pagesa mujore është se tani janë rritur, po marr një $2.000 në muaj. Ti vë një herë në vit bën një pagesë, domethënë në vend të paguash 12 muaj nga një, domethënë 12 herë, paguan dhe një ekstra, bën një pagesë të 13 për në vit. E ke parasysh? E kuptoj. Në fillim shumica e lekëve shkojnë kundrejt interesit. Pra për çdo dollar që ti hedh kundrejt principalit, $1.50 të shkon interes. Pra nëse ti bën një pagesë ekstra në muaj, ti e ke ulur 2 muaj e gjysmë atë termin, afatin kohor të pagesës së shtëpisë. Pra çdo dollar që ti hedh ekstra principalit, të heq $1.50 nga interesi si fillim. Këto janë normalisht me shifra të trasha sepse ndryshon nga muaj në muaj, po pak a shumë kjo është ideja, që çdo muaj ekstra që ti paguan ta ka ulur 2 muaj e gjysmë afatin kohor të pagesës. Është jashtëzakonisht shumë e mirë. Por se i bie se e shtëpisë është për 30 vjet, e ke parasysh edhe sa ndihmon ajo në një pagesë të bësh, një pagesë në vit, një ekstra pagesë, okay, of course, se janë çik pagesa të larta, tash me këto çmimet e shtëpive që do flasim më poshtë. Po të ndihmon jashtë mazë se mund ta mbyllësh shtëpinë i bie ta mbyllësh për 20 vjet, 20 vjet, mbase nuk jam shumë i qartë në mes. Jo, matematika shumë e mirë është, ajo është ideja, që çdo muaj që ti paguan ekstra ta ul një muaj e gjysmë nga. That's really është me të vërtet gjë e mirë për ditur edhe për gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Tash pyetja tjetër është sa para duhet të ketë dikush të kursyeja për një paradhënie down payment? Okej. Kjo varet nëse ka shtëpinë e parë, shtëpinë e dytë, e 10 e tjera, por nëse është shtëpi e parë, ti mund ta bësh me 3% poshtë. Ka programe që të lejon me 3%, 3.5%, 5%. Pra, nëse do marrim një shtëpi që thjesht për muhabet është $1 milion, ti do duhen minimumi $30.000 ose $35.000 që të blesh këtë shtëpi. Kjo është minimumi normalisht. Ti nëse ke duke vendosur pak lek poshtë, pagesa mujore do të bjerë shumë më lart. Kështu që më e mira do ishte diku ke 10%. Kjo do të jepte mundësinë që dhe atë PMI-n, atë mortgage insurance ta kishe më të ulët, edhe interesi që do mirë do qetë çik më i mirë. Megjithatë ka edhe me 3.5, ka edhe me 5% që të lejon, dhe me 3% që të lejon të blesh shtëpi. Ka të bëj kjo bëhesh më i sigurt si blerës kur vë pak më shumë, nuk vë 3.5 ose the vër 10% edhe bën, ka të bëj kjo që ju jem një blerës më i sigurt, jo më i sigurt, për bankë, konkretisht më i sigurt quhet, Për bankën nuk ka ndryshim sepse banka ka PMI, ka të mortgage insurance që mbulon. So banka është tërkohën në rregull. Në rregull. Pra,
çfarë bën kjo PMI? Kur ti që të blesh shtëpi ti të duhen 20% automatikisht. Nëse nuk e 20% ti nuk do të blesh shtëpi. Por kjo PMI është një siguracion që futet në mes dhe thotë që e siguroj unë aktinin, le të vendosi 5% ai, i siguroj unë 15% të tjera që nuk ka vendosur ai. Pra, ti duke paguar siguracionin, automatikisht e ke mbrojtur bankën. Banka tani i ka 20% nga ty, pavarësisht se sa No matter what, çado që ndodhi. Right. E vetëm gjë që do ndryshoj është që siguracioni jot kostu ai këtij siguracioni do jetë më i lartë sa më pak vendosësh. Kjo ishte për njerëzit që po blejnë shtëpinë primare ku do jetojnë. Primare. Nëse ti do blesh investim, shtëpi që e ke për investim, për multifamily, për 2 familje, 3 familje, 4 familje. Po, se ka shumë njerëz që do na ndjekin edhe na ndjekin dhe të duhen minimumi 25%. Nëse ti ke shtëpi single family, le të themi, dhe po blen dhe një shtëpi tjetër single family, më vonë. Unë këtë mund ta konsideroj përsërisht si shtëpi primare. Dhe prap do të duhen 5%, jo 20%, sepse nëse ti lëviz nga një shtëpi që është e ngjashme në një shtëpi më të mirë dhe lëviz për të jetuar aty, kjo quhet prap shtëpi primare. Prap quhet shtëpi primare, ndërkohë që ti e mban atë tjetrën. E mban atë tjetrën dhe atë tjetrën mund ta japësh me qira ta kesh investim, por ti po lëviz te kjo shtëpia tjetër. Normalisht kjo do të quhet shtëpia primare dhe këtë mund ta blesh me down payment ulët me 5%, 10%, sa të duash. Single family në investim, shtëpitë që janë me një familje në investim duan 20%. Shtëpitë 2 familje dhe 3, 4, 5 duan 25%. Megjithatë, nëse ne e justifikojmë dot ndonjërin nga këto si shtëpi primare, ti mund t'i blesh që të gjitha këto me 5%, me 5 ose 10%. Është me të vërtet gjë e mirë. Është shumë e kollajshme të blesh një shtëpi në Amerikë, në qoftë se ti i ke credit scoring e mjaftueshëm. Edhe këtë nuk e dija, këtë që edhe në qoftë se shikon sa kam i involvur që kam qenë me shtëpitë me këtë nuk e dija për shembull që të kesh single dhe të blesh prap single, okay, e blen. Po a është shqetësuese, do thoshë a është shqetësuese kur ti e ke një single family të parën, e ke bler dhe banka thot, a është kjo your primary resident? Bankat, konkretisht ju? A është kjo primary resident? Edhe ti, ndërkohë që ke marrë atë, ke vënë 5% down, se këto i kam vuajtur, po i kam jetuar. Edhe ti ndërkohë ti ke vënë 5% down, dhe ata të pyesin dhe ti e firmën, ti te kjo shtëpi e ke primary, do rish vetë, është your own residence, ku ti do jetosh, ti thua po. Po tani, po atë tjetrën që blejmë, po thua prap do jetojmë, po kjo firmë që kemi hedhur te kjo shtëpia këtej, tani si bëhet, lejon banka? Nuk ka si, bleve këtë shtëpi ku jeti tani e ke pasur 2 vjet dhe po blen një shtëpi tjetër këtu, the te kjo që je tani sot, ti the që do jetoj këtu, e firmose që do jetoj këtu. Çdo gjë është që ti e ke shtëpinë primare. Shtëpinë tjetër që po blen, po bën të njëjtën gjë, po hedh një firmë që po thua do jetoj atje. Tani kredia zakonisht të kërkon ti të jetosh 1 vit si shtëpi primare te një shtëpi. Pra teknikisht. Ja, shiko, këtë nuk e dija, po edhe shumë nga teleshikuesit. Nëse ti e përmbushe vitin, e përmbushe atë nevojën, kërkesën që ka ajo kredi. Megjithatë, një vit, shiko. Megjithatë nuk ka asnjë ligj që detyron ti të jetosh në një shtëpi, nuk është me ligj, e kërkon kredia, po nuk është se ka ligj. Kjo është diçka që ka të bëjë me bankën, po nuk është me qeveri, nuk është ligj qeveritar që ti duhet të jetosh këtu. Sepse s'të detyron do ti mund të lëvizësh këtu, nuk u poqe me gjitonin, nuk me pa dhe probleme me nuk edhe banka të lejon ty ta japësh atë single family ta japësh me qera, right? Normal që do të jetoj, ti duhet nuk ka zakonisht nëse ti paguan kredi në kohë, banka nuk do të di fare se çfarë bën ti me shtëpinë. Banka do vetëm lekë vetë. Cilat really very nice to know, shumë mirë për ta ditur. Cilat janë gabimet, si mendon, cilat janë gabimet më të shpejta që bëjnë blerësit për herë të parë kur aplikojnë për një hipotekë? Po problemet kryesore zakonisht janë e para marrin borxhe ekstra. So me një fjalë mbase do e kapim edhe këtë pikë, po zakonisht borxhi që ti merr duhet të jetë 50% e rrogës, pra që kredia jote, borxhet e tua nuk duhet të jenë më tepër se 50% e rrogës. Ti duke marr borxhe ekstra, tani ul atë fuqinë plerëse që kishe. So kjo është problemi që njerëzit dhe ky është gabim që e bëjnë shumë shpesh ose gjatë procesit me mua, ai mendon se do bëhet shtëpia dhe shkon e blen
mobilje, Hap kredit karta, jo televizore, gjëra. Do të mobiloj shtëpinë dhe shkon e mbushim me $20,000. Exactly, përgatitet më përpara ai. Se thot po blej shtëpi, thot hajde të blej këto ti kem gati, se pash një gjë të bukur apo pash një mobilje të mire, pse mos ta humb ta marr ta kem brenda. Ka ulje çmimi, ka skonto dhe edhe ka bën $20,000 borxhe në kredit kartë, tani ta ka rritur borxhin që kishe, ta vështisoj kualifikimin. Ky është problemi numër 1. Problemi numër 2 shumë i madh që sidomos e hasim me shqiptarët është depozita e lekëve cash. Po i pa dhe lekët cash nuk mund t'i depozitosh në bank. Ja, do vinim edhe tek ajo, i kemi këtu, po it's my pleasure, kënaqësia ime, ja, elaboroj atë. Me rregull, kjo është me rregull jo vetëm për kredin, kjo është rregull bankar, që ti nuk mund të vendosësh më tepër se $10,000 cash, sepse kjo automatikisht informohet tek departamentet e veçanta që fillojnë investigimin e FBI, më duket se ka që federale që të fillojnë të bëjnë investigation që ti pse ke vendosur lekun cash. Por për ne si kreditënës, ne duhet të justifikojmë çdo lek i depozituar cash që është më tepër se 50% e rrogës. Pra, nëse rroga jote ishte $8,000 në muaj, çdo depozit më tepër se $4,000 cash, unë duhet të di nga ka dalë. Nga ka ardhur. Kjo bëhet që të ndaloj pastrimin e lekut. Pra, nëse ti merresh me shitje droge, mos depozitosh lekët atje dhe ti pastrosh duke bler shtëpi. Domthon, në shumicë e bizneseve, shumicë e lekëve që ti merr në Amerikë nuk janë në formë cash. Cash është pothuajse që nuk ekziston më. Ti paguesh automatikisht të vjen rroga në bank, çdo gjë që merr pagesën e ke ose me Venmo ose me Zelle, sot ti nuk ke pse të kesh cash. S'ke pse të kesh cash. Nëse ke cash është ngre flamur të kuq, raise red flags. Një nga problemet më të mëdha që kemi është se njerëzit kanë shumë të mëdha cash në bank, në shtëpi dhe i vendosin cash që kur vjen puna për të blerë shtëpi pa më thënë mua. Nëse ti më thua mua paraprakisht që këtu kam lekët, çfarë duhet të bëj? Ne do përpiqemi të gjejmë një zgjidhje që mos jetë problem. Bajnë për bler furniture, so s'futesh nuk blini furniture, s'futesh në debt, ato që janë me bankët të veprojnë me bankët. Of course, ne pa dyshim që deri tash i folëm për komunitetin shqiptar, po dua të di specifikisht me çfarë vështirësish përballen më shpesh shqiptarët kur aplikojnë për kredi shtëpie. Një problem tjetër përveç këtyre që tham është të ardhurat. Sidomos njerëzit që janë të vetë punësuar. Si që tham që të kualifikohesh duhet që të kesh 2 fishën e të ardhurave të borxhit që po merr. Pra nëse mortgage jot, kredia jote është $5,000 në muaj, mua më duhet $10,000 në muaj që të kualifikoj. Me vetë punësuarit, kjo është pak problem se ndryshimi i Amerikës në krahasim me shumicën e vendeve është që ty të lejon vetë të deklarosh sa lekë duash. Si të ardhur. Po kur je me çfarë 1099, ne që punojmë me çek jemi W2. Ti je me çek e ke detyruar e deklaron sa e merr, po dikush që është vetë punësuar, këtu nuk ndryshe për shembull në Shqipëri ti kishe po them një biznes, një bar, një restorant, kaq që ke taksën, kaq do paguash. Kurse këtu ai lejon që ti të deklarosh sa duash, do mos deklarosh, do ta nxjesh me humbje, nxjerr me humbje. Dhe arsyeja pse ai të lejon është se ti po i bë gropën vetes duke mos deklaruar, sepse nuk do marrësh dot borxh tek unë. Nuk do marrësh dot borxhin që ti kërkon për shtëpinë që ke para, po. Dhe kjo nuk bëhet vetëm borxhi për shtëpi, kjo është borxh për biznes, borxh për makina, çdo lloj borxhi varet nga taksat që ti ke deklaruar. Edhe ti me lekët tua nuk do ecësh sa para do ecësh ti. Ti kurse duke marr borxh e mua, nëse ti do deklaroje për shembull 100,000, do paguash $20,000 taksa. Po. Ti do blesh 2 shtëpi me këtë. Do bësh disa herë më tepër se $20,000. Exactly, do. Problemi është që ne, jo vetëm ne, por në përgjithësi njerëzit kur janë të vetë punësuar nuk duan të deklarojnë taksa. Do nxjerrin ose me humbje ose me fitim shumë të vogël. Dhe kjo krijon probleme të mëdha. Esha e mua, ore po ky s'ka besim të mori, kam lekë këtu në çagi. Ti e kupton me se kuptojnë, e ke parasysh? Se është shumë e thjeshtë të kuptosh sa lekë bën një njeri, se ti unë shikon credit reportin e pa ke idenë se ku është, ka shumë ose të taksat para shpenzimeve ti e krijove një idenë sa të ardhurat totali ka bërë ai person. Që ti e di se më ke të bësh, nuk e diskutohet që
ai duhet paguaj shtëpinë. Po sidomos me shqiptarët, mos më ka bërë vaki asnjëherë që mos e paguaj një njeri. Problemi nuk është më që ke apo s'ke besim ti që do paguaj ty. Këtë thonë Problemi gjithë. është që ti nuk e justifikon dot se nuk është vetëm banka që e shikon këtë kredi, këtë do e shikoj ai departamenti i qeverisë që se do marri banga do marri. Po, se vjen do e verifikoj një departament, pse ja dhe borxhin këtij. S'është se ti po i përgjigjesh vetëm futesh dhe në risk, futesh dhe në risk për vete se të bën 5-6 lona apo 10-20 ashtu edhe dhe ka pasur jashtëzakonisht shumë kështu investigation ose më pas shqyrtime qeveritare. Patjetër, disa herë duhet të vemi në gjykatë. Mos ka qenë një item faltit për mos ka qenë një gjë kur ka ndodhur tek Countrywide, ka qenë? Countrywide ka pasur probleme shumë të mëdha. Po gjëra të tilla të ngjashme janë ku ti duhet tani të justifikosh para një gjykatësi pse ja ke dhënë këtij borxhin se ky nuk i ka të ardhurat. Unë se diskutoj që ai ka të ardhurat, po çfarë deklaron është punë tjetër. Kjo është ka qenë atëherë te Countrywide, se te Countrywide ka marrë siç thash që kemi marrë kredi për goxha për shtëpi edhe te Countrywide kur hyet deri Countrywide ka qenë tek Route 1, një si main office në Route 1 kur i ke për në South Boston, për në Boston. Po southbound Route 1 ka qenë diku aty, më duket tani është bërë Mercedesit ajo anyway, po ka qenë një shqiptare atje që punonte, po ata kanë qenë like, po të hyet e dera, shikonin që hecje, i kishe duar dhe këmët. Ashtu po flas 2008 që u bë qera e ke parasysh ajo financial crisis. Pse ishte pones anyway. Vazhdojmë. Tashi a është mungesa e historisë së kreditit apo gjua një pengesë për t'i sa nga klientët? Si ndihmoni ata të kalojnë këtë difficulty, këtë vështirësi? Patjetër, për të marrë kredin duhen tre gjëra. Duhet të ardhurat, janë të parat. Duhet të tregosh që ke të ardhurat, siç e tham. Duhet down payment që prekëm që ishte diku te 5%. Dhe e treta është credit score. Tani credit score është shumë i rëndësishëm sepse në bazë të credit score-it vendoset interesi që ti po merr. Edhe nëse kualifikohesh fare. Credit score është shumë i rëndësishëm. Megjithatë, nuk është aq i rëndësishëm sa të ardhurat. Me credit score-in kemi mundësi të punojmë, ta rregullojmë, të ardhurat nuk kam si i rregulloj. Po credit score-i është diçka e rregullueshme. Për njerëzit që nuk kanë fare kredi, që duhet po e fillojnë nga zero, është shumë e thjeshtë, sepse ata marrin një secured credit card, është një credit card që ti paguan $300 paraprakisht. Ajo të jep kreditin. Ka credit karta të tilla, kjo është very good point, ka që vetëm për këtë punë. Vetëm për këtë punë që të ndërtosh ti kreditin, që ti jep atyre $300, ato të japin $300 kredi dhe ti shpenson, ato raportojnë në credit report e të ndërtohen. Që ndërtojnë. Mënyra e dytë më e mirë është që ti të shtohesh si person i autorizuar te credit karta e dikujt që ka credit card aktuale. Pra, unë kam credit card e kam pasur 10 vjet e paguaj në kohë. Të shtoj ty si përdorues te kjo kartë, edhe automatikisht që të krijoj dhe unë. Po automatikisht credit reporti të heq historikun tim dhe ta kalon ty brenda ditësh. Kështu që ti brenda javës, po themi, krijove historik krediti me prej 20 vjetësh. Me historinë e kreditit time, dhe kjo të ndihmon që ti automatikisht. Shumë gjë e mirë. Jashtëzakonisht e mirë. Të ndryshon atë të merr automatikisht gjithë historinë time dhe përmirëson kreditin që ti ke. Pastaj për rastet që kanë probleme me kreditin, këta ishin personat që nuk kanë kredit fare, është e thjeshtë të ndërtohet. Për personat që kanë kreditin e keq ose kanë pasur probleme, ne do bëjmë një plan që në varësi të problemeve që kanë, bëhet zakonisht një plan që ti duhet paguash 1, 2, 3, 4 ose duhet të hedhësh kaq tek kësaj, ose duhet të kalosh, duhet të negociosh me këtë kartë ose duhet bësh këtë që brenda një afati kohor të shkurtër, po themi 2 javë, 3 javë, ne ta kemi rregulluar këtë kredit të arrijë aty ku duhet që të kualifikohemi. Që të kualifikohemi për shtëpinë. A ka programe të veçanta për blerës për herë të parë në Massachusetts që mund të përfitojmë edhe ne shqiptarët? Programet janë më tepër në rang federal. Është për shembull ky FHA që thamë është jep mundësinë që ti të blesh me 3.5% down payment, që është e lehtë, atë kanë. Folëm për atë, më fal që të ndërpres, po me zero. Dua të di për me zero, s'ka asnjë. Tani teorikisht është mass housing. Mass housing është një program specifik për Massachusettsin i dhënë nga shteti i Massachusettsit.
Ky program ka disa përparësi sepse të jep përveç se ka normën pak më të ulët të interesit, të jep edhe një farë leku me përqindje shumë të ulët ose pa përqindje fare. Pra, të jep 30.000, 50.000, varet nga qyteti ku po e blen, pa interes ose me interes shumë të vogël. Pra arrim te kjo 0% që ti nuk është vërtet 0%, po është 95%, po merr borxhin me 6% le të themi, dhe merr një 5% tjetër pa interes ose me interes 2%. Problemi është që për të kualifikuar për këtë kredi është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Nga 50 veta që mund të kemi provuar, 3 ose 4 janë kualifikuar. So, teorikisht ekziston një program i tillë. Ky program ekziston vetëm për të hapur në probleme, se dëgjojnë nga filani ajo që folëm pak më përpara. Ajo që folëm pak më përpara. Prandaj thash që podcastet më të bukura në offline. Bisedon. Se realitet ky program vërtet ekziston me llafe, po në realitet nuk është like very high shanset që nuk do kualifikohet. Do të pyes për një që kam hasur vet. Kam qenë i shërbeja një gruaje për probleme gruaje shqiptare, siç tham gjithmonë për komunitetin, me sa mundësi që kemi. Ishte në Cambridge, kishte marrë apartament. Ka qenë një program në 2012 mos gaboj, ka qenë një program, më duket se e ka bërë Obama, presidenti Obama, ka qenë një program që kjo shqiptarëve i rregullojnë ai diçka në shtëpi, në maintenance, për ta helpur, no money involvement. Edhe i kishin dhënë shtëpinë, vlerësuar apartament dhe asaj dhe familjes së saja, djali lart me nusen me kalamajt, kjo poshtë me të shoqin, në një apartament tjetër, apartamente brand new, mu atje ku është sand and gravel, ke parasysh në Boston, downtown, sand and gravel, sa do jetë 93. Edhe ky programi ishte i tillë, i kishin shitur shtëpinë asaj, ta zëm $275,000. 2 dhoma gjumi, që shtëpitë aty janë çmendurisht crazy, e ke parasysh. Edhe ajo i kishte larë shtëpinë, po në qoftë se ti do që ta shesësh shtëpinë, ti do marrësh mbrapsht vetëm $275,000, se shtëpia është e jotja, po shtëpia nuk është e jotja, është e shtetit. Ti mund të jetosh atje, nuk e di, po ke dëgjuar për këtë program. Programe shumë normale dhe janë akoma ekzistuese. Ky quhet low income housing. Janë. Këto janë shtëpitë me llotari që quajmë ne, ose shtëpi me low income housing. Pra në çdo apartament që ndërtohet, me detyrim, me ligj, 1% e apartamenteve duhet të jenë për persona me të ardhura të ulta. Pra, në qoftë se ndërtohen 10 apartamente, po them, 2 nga këto duhet të shiten me çmim të ulët. Çfarë do të thënë kjo? Kjo do të thënë që ti apartamentin do e marrësh një me çmim më të ulët. Pra, në qoftë se shiten 900.000 apartamente të tjera, ti do e marrësh 250.000. E para, e dyta, taksat i ke shumë të ulta, nga 5.000 që do ishin për të tjerët, për ty janë 1.000. Ajo condo fee, që këti ajo HOA fee, në qoftë se do ishte $900 për të tjerët, për ty është 150. Pra, çdo gjë e ke të reduktuar në çmim. Por, problemi këtyre programeve është që ti nuk e shet dot këtë shtëpi me fitim. Ti do e shesësh pak a shumë aty ku e blerë. Lekët që ke shpenzuar ato, lekët e tjera i kalojnë shtetit. E para. E dyta, ti nuk e jep dot me qirak të shtëpi, duhet të jetosh aty. Pra, kjo të bën që ti të ndihmon vetëm për të jetuar në mënyrë të lirë, por ti nuk do bësh prokopim, ti nuk është se do bësh fitim nga kjo shtëpi. Pra në qoftë se ti e merr këtë shtëpi për të nxjerrë lek, nuk është shtëpia. Nuk po jeton American Dream. Kjo është ide shumë e mirë për dikë që do që të mos ka kokçari që nuk do të di sa ju rrit shtëpia etj. Do vetëm një shtëpi të lirë. Vetëm blerë të jetoj që me ato ose dikë që do e blej dhe do jetoj aty dhe do investoj diku tjetër. Por si investim kjo shtëpi nuk do jetë. Kjo është ndryshimi. Është akoma ekziston ky program. Këto shtëpira janë ka faqe të veçantë në Massachusetts për këto lloj shtëpirash që ti mund t'i marrësh për low income housing. Që të kualifikohesh duhet i kesh të ardhurat në një kvotë të caktuar, zakonisht është diku te $90,000 për familje. Ja, good to know që e ndam dhe me publikun. Po tani përveç notës së kreditit, cilat dokumente tjera financiare duhet të përgatisi një klient shqiptar, për shembull, po edhe të gjithë klientët se zakonisht nga klientët ne kërkojmë 2 muaj bank statements.
çfarë shikojmë ne tek këto bank statements? Duhet të shikojmë që lekët i ke pasur në llogari gjatë 2 muajve. Nuk ke vendosur depozita siç ta më përpara kesh. Po. Duhet të shikojmë që nuk ke borxhe që ti nuk të dalin në kredi. Pra nëse ti kredit scorit te credit reporti që marrim ne ke vetëm një kredit kartë, po ne shikojmë që në bank statements ti ke 3 kredit karta të tjera që po paguan në emër të vllajit, atëherë ky është borxhi jot. Exactly. So këto shikojmë në bank statement. Me kërkojmë pay stubin. Pay stubi është ai që të vjen çdo javë nga puna jote, nga punëdhënësi. Kërkojmë W2-shin që merr në fund vitit. Kërkojmë një kopje të patentës ose të pasaportës. Këto janë pak shumë dokumentat bazë që duhen për çdo njeri. Po kërkesa si përcaktohet norma interes kreditisë? Si mund të siguroj një nga ne dikush një normë më të mirë një nga ne, si për shqiptarët, si për komunitetin shqiptar, po edhe për këto. Të gjitha kredit, po thuajse të gjitha kredit, 95% e gjithë kredive që bëhen në çdo bank shiten te një bank e nivelit të dytë, automatikisht. Pavarësisht nëse ti merr kredi nga mua. I kam sajnur ato letra. Nëse merr nga mua, merr nga Bank of America, Citizen, nga bank e vogël, bank e madhe, nuk ka rëndësi nga kush e blen. Të gjitha shiten te një bank e nivelit të dytë. Këto banka të nivelit të dytë vendosin interesat sa janë. Pra, të gjithë e marrin tek njëjti vend interesin. Si unë, si Bank of America, sigur dikush tjetër, tek njëjti vend e marrin. Ndryshimi vetëm është sa do i shtojmë ne fitimin ton. Pra është njësoj si kur blen ti këtë whiskin, blen tek njëjti vend do e marrin të gjithë. Çdo dyqan i whisky do e marri te Maker's Mark aty tek Total One. Dhe vetëm do i shtoj rrogën. Ndryshimi me bankën tonë është që ajo fitimi që ne do vendosim është shumë herë më i vogël, sepse ne kemi vetëm një produkt, ne kemi vetëm kredita, nuk kemi si Bank of America që kanë 100 produkte dhe do bëj fitim të gjitha. Tani, çan ndikon tek interesi që do marrësh ti? Ndikon e para credit score që ke. E dyta ndikon down payment që po vendos. E treta ndikon lloji shtëpisë që po blen. Pra single family ka më pak rrezik për bankën se sa multifamily. Kështu që interesin do e ketë më të mirë single family. Single family always e ka interesin më të mirë, më të vogël. Investim apo owner occupied. Nëse ti do jetosh atje, gjithmonë ka interesin më të vogël se sa ai që po e blen për investim. Normalisht kjo ka të bëjë me rrezikun, se dikush që e ka për investim do po ka probleme financiare, s'do pagoj investimin në fillim. Pastaj në fund fare s'do pagoj shtëpinë e vet. Dhe një gjë që është shtuar kohët e fundit, çan ndikon tjetër tek interesi që merr, janë të ardhurat. Sa më të ulta ti kesh të ardhurat, aq më të mirë do kesh interesin. Që doesn't make any sense, sepse do të jetë That's what I was gonna këtë pyetje do bëj, si ka mundësi? Sepse qeveria po përpiqet që të inkurajojë personat me të ardhurat të ulta të blejnë shtëpinë. Dhe që të bëj këtë punë, po i merr interesin nga ty që i ke lekë të mëdhaja dhe po ja jep atij që ka të ardhurat të ulta. Pra po ndihmon atë me lekët e tua. Më kupton? Kjo po bëhet nëse ti e ke interesin, nëse ti e ke të ardhurat e larta, ti do e kesh interesin pak më të lartë se çdo kishte dikush me të ardhurat më të ulta, po të kishte të gjitha gjërat e tjera njësoj. E para dhe e dyta, ka dhe një cak ku credit score jot sa më i mirë të jetë, ndihmon dikë me credit score më të ulët. Pra, nganjëherë dhe ajo ka të bëjë. Është kjo nuancat që kanë futur tani në mes për të ndihmuar këta persona që kanë kredinë e ulët, kanë të ardhurat të ulta dhe nganjëherë ti duke pasur kredinë më të lartë, të ardhurat më të larta, japin dhe mundësinë të ulin atë fitimin që do kishe ti duke ndihmuar atë tjetrin. S'dua ta harroj këtë, se mos më ikën, po sa më shumë të vesh down, aq më i ulët është interesi, dua ta dëgjoj këtë. Okej, është një cak që deri në 20%, domethënë deri në 19.9% ti do marrësh interesin më të mirë. Mbi 25% e merr akoma më të mirë. So ka options. 25% e merr më mirë. 30% akoma më të mirë. 40% akoma më të mirë. Më interesi që është më problematik është interesi midis 20 dhe 25%.
Ai është më Ti kur vendos 20%, do e kesh interesin pak më të keq se sa po të vendosi 19.9%, sepse 19.9% e ka atë mortgage insurance, ka atë PMI, ka atë mbrojtjen e siguracionit. Siguracionit. Kështu që dhe ai të siguron deri në 25%, jo në 20%, ai e siguron bankën në 25%. Pra banka është e mbrojtur deri në 75% të vlerës së shtëpisë. Kurse ti kur vendos 20% nuk e më siguracion, kështu që nuk ka rrezikshmëri më të lartë banka. Pra, ti e mira do ishte ose 19.9% ose 25%. Ose 20%. Kjo është për gjithë ata që na ndjekin, që nëse keni lek në bank, say like thuaj ke $200,000 ta zëm edhe do vesh down, pse duhet vesh 20% apo jo, apo 25%. Vër 30-35. Lekët do fitosh në long run, si i thonë me një varet dhe se si është sa i aftë është dikush të investojë, sepse ti interesin që po merrem mua po e marrësh diku ke 6.5 le të themi. Në qoftë se ti do investoje këto lekë dhe do bëje 10, 12, 15% diku tjetër, të bie më mirë që të marrësh pak më tepër nga mua dhe të investosh diku tjetër. Kjo është arsyeja pse shtëpia nuk duhet larë, nuk duhet paguar komplet, sepse ti mund të kishe investuar diku tjetër dhe se është Amerika atje so many options, kaq shumë opsione për të investuar në gjithë, në shumë fusha. Megjithatë, nëse nuk ka njerëz që nuk merren me investime, nuk e ndjejnë, nuk është gjë për ta, për në atë rast, atëherë hidhi lekë. Kur fola mendoja për familjarët e mi, kur të bëra pyetjen për Dajon, për njerëz që jam më involved, që jam dëgjoj më shumë nga ata, e ke parasysh. Patjetër, nëse i ke lekët në bankë dhe po bëjnë 5% në një certificate of deposit, më mirë tek shtëpia jote në një hap më të largët, në një bën shumë ja vlen ta Cilat janë që duhet i dim të gjithë, edhe unë, veçanërisht, se gjithmonë edhe kur blejmë dhe makinë, jo vetëm shtëpi që, si thamë, është ëndra e çdo Amerikani dhe shqiptari. Cilat janë ato, unë për shembull kur blej makinë them, kena një të fshehur, kena një kosto të fshehur, mos më surprizo kur bëjmë mbyllje. E ke vëzë shumë vetë të letrat, po kjo këtu ç'ash, po kjo nga doli kjo 450, po kjo 900 që këtu valla, sigur folëm ndryshe. Po, tamam, shumë e drejtë. Qa janë disa kosto të fshehura apo shpenzime shtesë në procesin e mbylljes? Tani, përsa i përket shtëpive, ndryshe nga çdo borxh tjetër që do marrësh ti, për shtëpi ti si klient je shumë i mbrojtur nga ligjet që janë vendosur, dhe kur ti mos kuptosh fare nga shtëpit, ti je jashtëzakonisht shumë i mbrojtur nga klient. Çdo veprim që bëj unë është i kontrolluar, i raportohet dhe dikush tjetër mbas meje që s'ka lidhje fare me bankën time e shikon, e verifikon që ti si klient je i mbrojtur. Pra, unë dhe të dua të jap ti interes më të lartë nuk të jap dot, dhe të dua të shtoj kostot ty nuk të shtoj dot, sepse duket diskriminim në qoftë se ta shtoj ty dhe nuk ja shtoj dikujt tjetër. Nuk ja shtoj dikujt tjetër. Dhe unë bet licencën si unë, si banka, se nuk ja vlen. Kjo është një gjë për ta folur seriozisht, që nuk humbet licencën, nuk po të bëj ty asnjë favor. Nuk ka asnjë, domethënë për $1,000 që do bëj ekstra ti te dikush, nuk ja vlen të fare, më mirë i paguaj me gjithë shpirtin ato $1,000 që vetëm mos humbas licencat e mia. Megjithatë, e kuptoj domethënë që njerëzit duan të shikojnë vërtet që ky është. Prandaj ne e kemi me detyrim të nisim një dokument që quhet loan estimate sa herë që bëjmë, që fillon kredia. Ky dokument ti shpjegon me detaje çdo kosto që ka dhe ne nuk kemi të drejtë të shtojmë asnjë kosto tjetër mbi të. Pra, nuk duhet kesh ti asnjë surprizë gjatë gjithë procesit. Ky dokumenti që loan estimate të vjen në fillim. E vetmja gjë që do ndryshojë te kjo loan estimate janë taksat, siguracioni që ne nuk i dim dhe po i marrim me hamendje para praktikisht. Taksat e tokës, e shtëpisë. Bravo, ose siguracioni, këto ne nuk i dim. Që shkon me hamendje dhe kur bëhet mbyllja, në fillim ne do të japim hamendje dhe do ta themi që këto janë të vetmet kosto që mund të ndryshojë gjatë procesit. Kurse çka ka të bëj me që po paguajmë njerëzit, çka po paguhet puna e njerëzve, çka ka të bëj me punën e njerëzve, nuk do ndryshojë fare deri në fund, nuk e kosto të papritura.
Ama këto çka ka të bëjë me taksa, siguracion, kjo nuk dihet se sa do vete, kjo mund të ndryshojë gjatë procesit. Këto janë vetëm të kostoj që do ndryshojnë. Por në fillim ajo loan estimate ti thot të gjitha çdo qindark ku do shkoj. Kjo ishte a very good point, ishte një pikë shumë e rëndësishme që të gjithë duhet ta shikojnë që mos të agravohen kur bashkëpunojnë me një loan officer apo edhe mua më raise direct flags, filloj shikoj letrat se kam mendimi jon që dalë shikoj se mos. E kuptoj fare mirë është dhe kur ke marrëdhënie me shqiptarën gjithmonë ajo ndjenja që ku po ma fut ky. Edhe e kuptoj fare mirë. Asgjë, janë të gjitha të pastra si nuk është vetëm se është ndërgjegja jote që nuk lejon, po edhe vetë rregulli, ligji, mënyra se si është ndërtuar dhënia e borxhit këtu është që klienti është shumë i mbrojtur dhe loan officer të dojë të bëjë çfarë. Mos i shkoj mendja për asgjë, nothing is going to happen, everything it's crystal clear. Është jashtë proces. That's really good to know. Është shumë gjë e mirë për ta ditur, jo vetëm edhe për mua personalisht. Qa janë në letra dhe s'ka perëndi që ta lvizi dhe s'ka të bëj fare me presorin që po ta prezanton. Janë njësoj për të gjithë dhe mblidhje mendjen top personi që ke ti përballë, loan officer or underwriter, oficeri që t'jep loanin ose ai që është nënshkruan, janë në anën tënde. Nuk janë aty për të mbrojtur, për të. Po në fund të fundit je thjesht numër, e kupton? Ai nuk është se po përpiqet ta bëjë ndryshe nga ty për Exactly, nuk do ta di emrin fare në thonjza se kush është. Tamam, ajo do bëj diçka më mirë, ajo se diçka më keq se erdhi shoku i shokut atë. Edhe erdhi ato janë inshallah. Bravo, ai ti je thjesht shifër dhe ai shikon ti je shifër, ai ligj për çdo. Po, nuk e se do e konsideroj diskriminim ai që po të jap ti diçka më të mirë, atë diçka më të keqe dhe është gjithmonë njëri mbi kokë që të shikon, kontrollon. Bravo. Syri Big Brother. Tamam, është shumë e kontrolluar si proces. Cila është diferenca midis një kredi, aty bëm një pikë shumë të mirë dhe më pëlqeu se u qetësova dhe për vete pas 26 vjetësh. Tashi kalojmë te pika tjetër. Cila është diferenca midis një kredie me normë fikse dhe një kredie me normë të ndryshme? Okej. Këto janë dy produkte shumë të ngjashëm, sepse dhe ajo që ka interesin variabël që ndryshon dhe ajo ka një periudhë fikse. Zakonisht është 5 ose 7 vjet. Këto janë më të përdorurat. Pra, për një periudhë 5 vjeçare interesi nuk ndryshon. Do jetë kaq. Pastaj pas 5 vjetësh kjo fillon të ndryshon. Normalisht më fal të pres ndryshon me marketin, me tregun se siç është tregu. Çdo vit ajo rritet ose ulet në bazë të rritjes. Se po që tregu poshtë mbas 5 ose 7 vjetësh ti përfiton. Po, përfiton dhe do ulet tamam. Ajo është shumë e mirë. Problemi është që në këtë lloj tregu që jemi tani që është shumë i paqëndrueshëm, për bankat nuk kanë më vlerë këto 5 ose 7 vjeçare sepse ato vetë nuk e dinë se çfarë tregu. Dhe interesi që kemi ne për një program variabël është më i lartë se sa për një program fiksed për momentin. Sepse vetë bankat nuk e dinë ku do përplasë tregu. Po në përgjithësi, duke folur në përgjithësi jo periudhën që jemi sot, zakonisht ato që kanë interes variabël janë pak më ulët, e kanë interesin pak më të ulët, se çfarë do e kishte një me 30 vjet të fiksuar. Ja vlen për dikë që do e mbaj këtë shtëpi për një periudhë të shkurtër kohore. Pra, nëse po blen një apartament dhe do e shesësh më vonë do blesh shtëpi, ky është programi më i mirë. Por zakonisht 30 vjet fiksed është programi më standard. Është më standard, më i mirë. Edhe jep dhe mundësinë më mbrapa edhe po ta kapin tani normën e interesit me 6.5 or whatever 7. Mos hesitate, po grabi se you never know in 2 years. Është ajo që the ti asnjëherë se di është ajo, se tani siç janë këto kaq volatile, siç është tregu shumë i paqëndrueshëm. Shumë i paqëndrueshëm mund t'japi shans që nesër pas siç e kishim 3 vjet, sa u bë? 3 vjet shkura ishte me 2.5, 2.3 diçka e tillë. Gjatë Covidit ishte 3%. Normalisht ajo ku nuk do vi më, po që është never say never. Never say never. Yes, never say. Yes, e drejt, nuk do të thosh se do vi më fare, po
Shanset janë shumë të vogla që do vi. I missed më shpëtoi ajo opportunity. Mos e vram më. Tash do kaloj në një aspekt tjetër. Çfarë duhet dhe çfarë duhen shmangur? Tani cilat janë disa gjëra që duhen bër patjetër para se ta aplikosh për një hipotekë? A më duket se I tham këto pak a shumë. Pak a shumë I prekën, po I prekën edhe një herë me që jemi puna mundësisht duhet të mos ndryshohet, të mbahet puna që keni. Po që se kam parë këtë, më falë se të ndërpres, kam parë të aplikacionet kur bëj applicationin që thot atje sa punra ke, sa kohë kete puna ekzistuese, ku ke qenë më përpara se kjo që ke filluar tani ke një vit, po përpara ku ke qenë. Kjo është nuk është aq problematike nëse ti lëviz në të njëjtin profesion pak a shumë edhe sidomos. Kjo është good to know, është është shumë pikë e mirë se edhe për mua jam mësova një gjë të re prapë. Normalisht duan të përmirësojnë jetën, se nuk mund t'i them unë për plen shtëpi tani mos Exactly, jo. Megjithatë, nëse ti do zësh një punë full time, pra me orar të plot, dhe do lëvizësh një punë të re të ngjashme në profesion, nuk është problem. S'është problem. Por nëse ti je part time dhe po lëviz në një punë tjetër part time, diku tjetër kjo më vështirëson pak punë. E dyta e tham që këto depozitat e keshve, e tham këtë që mos blesh gjëra ekstra. Po thamë, kryesorja ishte ajo dhe më pëlqeu ajo e punës. Kjo e punës është shumë e rëndësishme për them drejti nga filme I kam mbushur me stres ato kur I kam mbushur. Po unë kam qenë në njëjtin profesion tërkohën, po tek kur të pyet diçka dhe formulare e tij e merr shumë important, e merr shumë me rëndësi dhe thua të dalë se te kjo punë kam një vit. Po te kjo tjetra kam qenë 5 vjet, e mi shkruaj që ke qenë te kjo tjetra 5 vjet se kjo I rregullon gjërat e kjo, po ishe në të njëjtin zanat. Nuk të prish punë. Nuk prish pull fare. Kjo puna e stresit është në çdo shtëpi, pavarësisht se ke shtëpinë e parë 10, gjithmonë ke me stres, është normale, nuk ke çfarë të bësh. Good to know, mësova edhe unë. Goxha. Është negocimi I kredis një ide e mirë për të gjithë. Kjo që aja vlen të bëhet, kur mund të bëhet, është kjo rifinancimi, e ke parasysh ke kaluar 3 vjet, kjo që folëm një minutë më përpara që e ke marrë siç është tani me 6.5 edhe kërkojmë Se zakonisht kostua për të rifinancuar është diku ke $4.500-5.000. Pra ti do humbasësh $5.000 për punën e njerëzve. Closing cost. Po closing cost. So ti do humbasësh diku ke $4.500-5.000 sa që rifinanzon. Pra që t'ja vlej për ty, ti duhet të kursesh diku ke $400 në muaj, që këtë koston fillestare $5.000 që hodhe, ta rikuperosh brenda vitit. Më kupton që kjo po e rikuperoj që po unë më vonë ke mundësi ta bësh prapë dhe nuk humbe lek. Më kupton? Pra për çdo njeri ka interes, nëse ata kursejnë diku ke 400, hajde po themi $300 në muaj minimumi. Por ndryshe nuk ja vlen. Nuk ja vlen po skursye. Për që ka borxhin e vogël, nuk ja vlen. Zakonisht të gjitha kreditet që bëj unë I kam me një alarm, le të themi që momentin që dikush kursen $400, sistemi vetë më jep një notifikim, më thotë që merren telefon filanin se po kursen $400 dhe ja vlen që ta rifinancoj. Unë atje kam ke $400 në muaj, mendoj që pas asaj që bën matematikës që I shikon ashtu që it's not worth it, ja vlen më për të ajo është formula për do shkoja te për disa këshilla praktike. Si është tregu I pasurive të paluajshme në Boston në këtë moment, për momentin që po flasim? Unë e di, duhet ta ndaj me gjithë komunitetin shqiptar që na ndjek. Dhe më gjerë. Është vështirë, s'ka inventar, me thënë të drejtën, edhe shtëpitë që nuk ka nevojë për punë shiten shumë shpejt. Problemi është që një klient I zakonshëm nuk po konkuron thjesht me një klient tjetër që po e blen për të jetuar. Ti po konkuron me një investor që po vjen nga Kina, nga Brazili, që thjesht do të parkoj lek këtu me një fjalë. Sepse ka situatën politike të paqëndrueshme atje. Ai nuk I vjen një herë këtu $1 milion, le të mbeten 500.000 por tregu thot, po kam 2 lek. Je shumë herë më safe. Ti po konkuron me investorin e madh që janë grupe investorë që kanë mbledhur $miliarda bashkë dhe po blejnë komplekse të tëra, pasurit më dha paluajshme. Dhe ai nuk po I blen me mendimin që u rit sot 100-200, ai sot ai po e blen pas 5 brezash të bëj $miliona.
ti po konkuron me një investor të vogël që ka 2-3 shtëpi, po blen shtëpinë e 4, shtëpinë e 5. Pra, kërkesa është shumë e madhe. Kostova për të ndërtuar në Boston është jashtëzakonisht shumë e madhe. Ti ndërtosh një shtëpi single family ti do $1 milion sot. E do të kushton vetëm toka do të kushtoj 450.000. Plus do me thënë $300 square feet. Po i gjete me $350 vetëm tokën. Kjo shtëpi që ti po e blen 750.000 sot është me ulje çmimi me skonto se që ta ndërtosh ti sot këtë ti do $1 milion. Këto janë kushtet e ndërtimit. Lesh quarter acre land. Bravo. Je 300.000, 400.000. Prandaj nuk ndërtohen shumë pak single family, prandaj ndërtohen vetëm këto kondo, apartamente, townhouses, sepse këto janë të vetmet që kanë vlerë financiare për ndërtuesin. Sepse ai po ndërtoi $1 milion nuk ka si ta shesin. Çfarë shesin te $1.5 milion që do bëj lek? Ja. So, inventari është shumë i vogël. Kërkesa shumë e madhe, nuk po konkuron ti me një njeri që po e blen për të jetuar më. Ti po e blen më tepër me investorët, kështu që po konkuron me investorët, kështu që sa të vi dhe unë personalisht e shikoj që gjithmonë më vështirë do bëhet. Nuk mendoj. Më vështirë do bëhet. Po. Kam forë flas dhe me Aldën tërkohën me Nusen, edhe e njëjta gjë tërkohën, e njëjta gjë. Edhe single family sidomos nuk po ndërtohen, multifamily nuk po ndërtohen fare, nuk gjen dot më multifamilies, nuk ndërtohen. Po edhe kur ndërtohen, jo ndërtohen, po edhe në ato të vjetrat që janë 100 vjeçare, vetë atje ke linjën për jashtë dhe you fighting with like një kishte një para disa ditësh në West Roxbury që kishte mbi 40 oferta. Është edhe shkoi mbi $250.000 mbi asking price, so me një fjalë kërkesa është ekstreme. Është dhe kjo që po lozin këta realtors, i nxjerrin çmimet pak më ulët që të draw attention edhe të turren njerëzit të gjithë, kaq lirë se kujtojnë se do ta blejnë me tërmend për atë çmim që e ka vënë ai ta zëm 800.000 dy familje, kur vjen atje ajo është loja. Ajo është loja për të bjerë sa më shumë aty që të filloj ajo, të filloj akandi, që të fillojnë fluturojnë çmimet. Bravo, që të nga jo ndjesia që e pata shty që të blejmë të garoj të garoj me dikë tjetër që nuk kishte ndërmend të garonte fare. E do ta blejnë një çmim që s'kishte ndërmend ta blende fare. Nuk e mendoj se shtyhet në kjo ore, ai di diçka. Ai që po vete që ka çuar 250.000 ky di në një gjë që unë se di, hajt futem dhe unë në këtë valle. Po kjo është problemi që kemi arritur në atë pikë ku nuk ka më kufi, nuk ka më limit sepse inventori është shumë i vogël. Nuk ka shumë pak inventari shumë i vogël, ka shumë pak shtëpi përshitje dhe ato që janë po kufizojnë gjithmonë më tepër. Ja. Good to know. Cilat janë disa nga lagjet që preferohet më shumë nga familjet shqiptare? Që ti shikon adresat atje, se për kë shtëpi po aplikojnë, për kë of course unë i di, po duhet i ndaj me gjithë komunitetin. Mendoj në North Shore ke zakonisht Peabody dhe Denver, ke shumicën e shqiptarëve, edhe në Beverly ka disa janë. Peabody personalisht mendoj është lagje shumë e mirë me shumë perspektivë, është akoma affordable, domethënë e pranueshme në çmim. Ka çmimet akoma që mund të blesh pa u vrarë shumë. Prandaj thonë gjithmonë në këto rangjet shqiptare dhe në kafenet shqiptare kur janë që diskutohet, thonë shtëpi në Peabody, biznes në Selëm. Exactly. Se Selëm do të vrasë çik më tepër, po shtëpit në Peabody se ka në ujë dhe elektriciteti është më i lirë. Taksat janë më të lira. Dhe si çmimet janë pak më të lira, so Peabody është më affordable, më i pranueshëm për një. Pastaj ke në Western Side ke më tepër në West Roxbury, Dedham, Rosendale, këtu ke ka big community. Komunitet shumë i madh. Problemi është që këto janë lagje që janë jashtëzakonisht shumë të shtrenjta tani, janë çmimet janë arritur jashtëzakonisht shumë e vështirë të gjesh, shumë pak shtëpi përshitje, s'është bërë shumë vështirë. Quincy normalisht gjithmonë ka pasur shqiptar, vazhdon të ketë. Quincy, big a lot of guys, kam shumë çuna që punojnë me mua në construction nga Quincy. Weymouth është pak a shumë i ngjashëm me Peabody, nga ana jugore. Si veten Weymouth? Shumë lagje mirë me shumë perspektivë sepse është kemi njerëz andaj kam blerë shtëpi atje. Po, e ngjashme me Peabody ka
akoma shtëpit janë affordable, nuk Sa është larg Weymouthi nga Bostoni? Është gjysmore? problemi nuk është distanca, Nuk është problemi është distancë, trafiku është edhe- shumë keq, në krahasim me Pibetin është shumë herë më Ta, keq. ja, të Po. diskutojmë tërkohën se të presa, të diskutojmë me shokët tanë, se ne dalim, managjojmë orën kur dalim na puna, mezi presim në një gjys që ta lëm se vetëm të godasim trafikun. Po ne këtej nga Pibadi kemi 3-4 rrugë për të ardhur në Ka shtëpi. drejt, aty ke një. Andeja për të ikur andeja, no matter what, pak rëndësi ka në qa qa ore. ore unë dal na puna, Drejt, se e kam lënë ja 2-3 herë Vdekje. që kam vajtur në South Shore, që edhe në 10, edhe në 9 të S'ka mëngjesit, në 11, nuk qaj do tunelin, nuk qaj do tunelin t'i ki poshtë, it's like, Më mirë të bjesh vërdallë, yeah, forget about it, like, më mirë t'i ikësh në për to rrugë të vogla të Bostonit edhe brenda dhe të dalësh diku se sa të merë. Shumë vështirë. Megjithatë Weymouth është lagje shumë e mirë, Quincy shumë mirë, ka shumë kërkesë atje. Normalisht pastaj po lëvizë këtej në Austri. Sa do ta cekja atë muhabet këtej në Austri? Shumë Qa mirë. bët? Jepni lona ndaj në Patjetër. Austri, jemi Patjetër, involved, patjetër, omin kanë- besa je thirdin, i tretin, do je Jo, implikuar gjitha në është shumë mirë Massachusetts. dhe Usteri është shumë mirë. Usteri është shumë më i përballueshëm si Më çmim. affordable, yeah. Komunitet ngritje këto multi-families atje kanë akoma fitim. Në qoftë se në Boston për shembull nuk do dalësh me fitim në multi-families tani se kosto e kredisë shumë e Ata, lartë. i shikoj, Atje në Uster ka akoma fitim domethënë. ka akoma mund ka të mundësi që të manaxhosh edhe To janë domethënë do something, kryesoret të bësh diçka. që ke komunitetin më shumë, e kupton, më tepër. Po mendoj që po që se do po shikon për një shtëpi ku do nxjerrësh fitim me multifamily, Uster është shumë i mirë. është shumë i mirë. Këtej harroje, këtej shumë ngushtë, tajt, nuk fare. Shumica e njerëzve që po blenë investimin, po e blenë me perspektivën që tani do dalin jek e jek, do hedhin 25.000, nuk do nxjerrin asnjë fitim muaj për muaj, por do e rifinancojnë kur të bien interesat dhe do rriten ato qirat më vonë. Po i kam, je me perspektiv, po për money that you spend, më fal për anglishtën, për lekët që ti shpenzon, i shikoj tërkohën, ti ke shtëpi na 2 milion, po kam vajt në Jamaica Plain, në këto multifamily, like, në qa është kjo lagja tjetër, jo vetëm Jamaica Plain, jo Brockton, është ajo tjetra, Dorchester, Dorchester, shambull është e pabesueshme. Ke të vësh një chunk, të vësh good money down, ju still ti akoma je del barazim. Dhe ku është pika, ku i bëre ti pikat, qa investimi po bën ti? Po bën për future, për future, po I want to enjoy some too. I need some income too, dua dhe unë diçka të më kthehet mbrapsh, përveç se do i kthehet kalamajve të mi, se s'do mendojmë për... Po, si çdo investim edhe shtëpit është peshorja është rreziku në krahasim me fitimin që do bësh, right? Ti sa më tepër do rrezikosh, aq më tepër fitim do bësh. Në qoftë se ti do investosh diku si punë Jamaica Plain, ti s'ke rrezik, rreziku jot është zero. Ai ti do lekët tua do i bësh 100%. Pra, duke pasur rrezikun zero dhe fitimi do jetë shumë i ulët. Ti po deshe të bësh fitim, ti mund të vesh në Fitchburg. Fitchburg do jetë rreziku jashtëzakonisht shumë i madh, po dhe fitimi shumë i madh. Ai është lagje shumë e vështirë, ai qeraxhiu do jetë shumë i vështirë, po dhe fitimi do jetë shumë i madh. Tani do një balancë. To në Fitchburg do jesh tërkohën telefon. Mu dojq poqi, ke vë se qa rrjedh pak këtu. Do të paguaj fare, por kush po i qan poqin dhe. Harroj poqin që ta djegi çdo ditë. Problemi puna është që ti dhe kur del jek. Prap ti ke një far fitimi sepse një pjesë e pagesës mujore që ti bën të shkon kundrejt principalit. Pra në qoftë se ti pagove $5.000 dhe themi $1.000 vajtën kundrejt borxhit që ti ke marrë. Po. Ato nuk janë lekë që ti i shikon sot, po ato janë brenda në shtëpi. Yeah. Pra ti ke futur $1.000 në xhep pavarësisht se ti nuk i shikon. Më kupton? Kështu që nganjëherë njerëzit investojnë pavarësisht se lekun muaj për muaj nuk dalin barabar. Po shiko, kur i thash këto gjëra, më fal se të pres, kur i thash këto i thash për një 50 vjeçarun. Duke menduar pas 30 vjetësh, kam qik akoma mish në frigorifer. E ke vërasysh? Po e flas dhe një qik për hallin tim, për hallin tonë, jo, se edhe ti s'shkuton. Brenda jemi. E ke vërasysh? Jo, ashtu funksionon, po
Pus dhe veten Po, time. për dikë që nuk që është në moshën tonë, që do të Dua ta investoj. prek këtë. Një 50 vjeçar, baba im kur ka ardhur para 21 vitesh, familja ime. Po marr ata që mos të vete larg. Qa është vështirësitë që një 53 vjeçar, isha unë, kishim shtëpi, morëm shtëpi, u rregulluam, ishte tjetër gjë. Se ata kishin një shpatull ku të mbështeteshin mbase si prindërit tu, si kur kanë një mbështetje. Por një 50, 53 vjeçar, 52 vjeçar që vjen në Shqipëria, sa tajt, sa i ngushtë është se po të thuash një 30 vjeçare ka shumë kollaj, se ka perspektivë edhe di banka që nga ky është tough, gonna work, po një 53 vjeçar kur vjen i ka rënë çik bateritë edhe shikon për një është ky akoma në gjendje pune se ky kur të laj shtëpinë do vej 80, 80 ca. Ashtu është. Si janë këto? Për bankën nuk dua ta dikte, më ka shqetësuar ky problem. Banka nuk e shikon fare moshën. Nuk e shikon fare këtë se dia, shiko. Mosha jote po është gut për ta ndarë një fare për ta ndarë me gjithë. Ishte jashtëligjshme për bankën që të diskriminojë ose të shikojë dikë 50 vjeç ndryshe nga dikë që është 20 vjeç. Edhe dikë që është 90 vjeç nuk e shikon të ndryshe nga një që është 20 vjeç. I ke option si të marrësh kredi. Patjetër. Ti domethënë dhe 100 vjeç ti je, unë nuk të shikoj dot ndryshe nga dikush që është 20 vjeç. Është kundër ligjit. Normalisht më vështirë do jetë për dikë që është 50 vjeç të ambientohet, të krijojë mundësi, pa anglisht, pa. Drejt, po dikush që është 50 vjeç, ka të eksperiencën e jetës, ka një farë karriere, ka një farë eksperiencë, do futet diku, ditë bëj diçka, në krahasim me një 20 vjeç që po krijon jetën nga fillimi, nuk ka. Dhe të themi atë që është çdo shqiptar që vjen që është 50 vjeç, ka qenë dikush në Shqipëri. Nuk vjen në përgjithësi një dikush që ka qenë pa askush atje. Do të ti personat që takojnë zakonisht janë 50 vjeç, kanë pasur një farë o biznesi. Një biznes, një gjë, kanë qenë kanë qenë e kanë krijuar atë, established, exactly, ajo. Ishin dikush në Shqipëri, nuk ka njeri që ka qenë, që mos ka qenë asgjë që ka në Amerikë. Se nuk vjen dot, e kupton, një person pa një farë mbështetje, pa një farë, pa një kështu nuk vjen dot. So dikush ka qenë dikush, dhe kur ka qenë dikush atje, normalisht do bëhesh dhe dikush këtu. Thjesht do është çështje kohe, e kupton, po ti e ke prur ose një farë eksperiencë, ose një farë lekë, ose një farë njohuri, ose një farë mbështetje që do të të japi mundësinë ti që të ngrihesh prapë, thjesht është çështje kohe. Thjesht çështje kohe. Yeah, good to know. Për këtë kjo më ka shqetësuar tërkohën. Kur flet, prandaj thash dhe në fillim, këtë fazë që jam unë dua të dëgjoj, kur je i ri, si për shembull kalamaj tan, duket sikur i dijmë gjitha. Kur vjen e piqesh, the dua të mbledh, dua të di sa më shumë, dua të dëgjoj, se këta kalamajt e soçëm e din të gjitha. Po ashtu kemi që të hedhë me moshë të tyre, e din të gjitha. Ja, tani duke ardhur drejt fundit dhe që do bëjmë atë përmbledhjen kryesore, cila është një këshill që ju dëshironi t'ia jepni çdo personi përpara se të fillojë kërkimin për një shtëpi? Kryesorja është ndërtimi i kreditit, që mos abuzoni me kreditin, sidomos të rinjt, se kur je i ri kreditin duket sigurisht që diçka pa rëndësi. Duket sigurisht pa rëndësi, s'ka vlerë. Por diçka shumë e vlerë, sidomos në Amerikë, ti e hap shumë dyer. Është si pasaport. Të hap shumë dyer, jashtëzakonisht shumë. Puna ka shumë rëndësi dhe taksat, sidomos po je vetë punësuar, ato që deklaron taksa, me ato do i kemë mbajini në mendje taksat, krediti. Janë shumë të rëndësishme. Punat e të ardhurat janë borxhet të eliminohen mundësisht sa më pak borxhe, sidomos kredit karta, makina. Sidomos me të rinjt i kanë qef makina është një nga problemet më të mëdha. Duhet jetë mjet pune, duhet jetë që kostu e saj të jetë brenda aftësive që ke ti, domethënë nëse ti bën $50,000 në vit, nuk mund të kesh $1,000 në muaj makinë. Pagesë makine, mëse e vërtet. Me qëllon shumë shpesh, njerëzit kanë $4,000 të ardhur në muaj dhe kanë $1,000 makinë. Makinën. Especially me këto çmime, me këtë ekonomi që është tani, nuk është e përballueshme që të shkosh në shtëpi, kupton? Nëse do kesh makinë shumë mirë, makina e ke prioritet, po s'mund të blesh dhe shtëpinë. Kjo është do jetë. Të janë pak a shumë këshillat, megjithatë
çdo person ka situatat e veta dhe jo çdo person ka nevojat, ndryshimet e veta, kështu që nëse janë gjëra specifike, është gjithmonë mirë të diskutojmë në plan personal ku janë dhe ç'duhet bërë për të edhe do jetë gjë, them se duhet jetë dhe gjithmonë kam menduar, nuk e di çfarë mendimi ke, them se duhet jetë gjithmonë, say like, ti asnjëherë s'thua dot që për 3 muaj do blej shtëpi apo janë për 5 muaj kam plan, po edhe se asnjëherë kam pas kontakt shumë edhe me njerëz të mi që duan të blejnë shtëpi, kam pas kontakte dhe gjithmonë janë jo, po shikojmë për shtëpinë, po e ke parasysh, po shikojmë për shtëpinë, edhe po shtëpia ti kur të vi koha do shikoj, por nuk ka asnjëherë kohë për shtëpi. S'ka kohë të përshtatshme. Ti fillo, shiko dhe do vi momenti. Ndërkohë kontakto arditin. Edhe që ti kesh këto, ti kesh marrë parasysh këto rrisjet, ti japësh një info, shiko këtu, që ti se nuk thua do të shty butoni, tani jam gati. Asnjë s'ka për të qenë gati. Fillo, se Alta ka 2-3 që po shikojnë për shtëpi, nuk jemi gati akoma për 6 muaj. Ti fillo shiko për shtëpi, ti nuk është se do ta blesh. Po ti ndërkohë fillo shiko, kontakto arditin, merr të gjitha ato idet dhe që shumicën e tyre do ta marrësh, 99% do ta marrësh nga episodi i sotëm. Unë do më thënë e kam si parim që zakonisht nuk është shtyj njerëzit, sepse njerëzit duhet jenë gati vetë. Nuk mund të shtysh njerëzit të bëjnë diçka që është për të mirën e tyre. Dhe është e çuditshme se ka njerëz që kanë 5 muaj në Amerikë, 6 muaj dhe janë gati për të bler shtëpi, ka njerëz që janë 15 vjet këtu dhe nuk janë gati dhe nuk duan të blejnë. Se ti nuk i shtyn dot njerëzit kur do jenë. Megjithatë, një konsult është gjithmonë diçka e mirë sepse të jep një ide se ku je, sa mund të përballosh, çfarë do duhet ti të bësh dhe pastaj ti merr rehatin tënd. Pa një rifillohesh, si thoni. Shikon njëherë kush je, ku je. Fillohesh dhe di ku je, kupton se ç'a ndodh. Po që se ja vleti, se do një vit, se do 5 vjet, se do 2 ditë, është asgjë s'do paguash, nëse i bën një sken vetes, domethënë ku je me buxhetin, bravo, me të ardhurat, me punën që ke, si bashkëshort, me familjen tënde. Po siç e tham, çdo njeri është gati kur është gati, son ti nuk e nxiton dot njerëzit të bëjnë gjërat, megjithatë gjithmonë është e këshillueshme që të paktën të kesh idenë se ku je. Kjo të fundit që kam, po pak a shumë e elaboruam, po çfarë do i thoni shqiptarëve që ndrojnë të blejnë një shtëpi? Gjithmonë asnjëherë nuk do dilni keq. Pavarësisht është gjë shumë e stresueshme, është gjë me shumë ankth, është gjë me shumë duket me shumë vështirësi, po kam 20 ca vjet, nuk kam parë edhe në situatat më të këqija që të dalësh i humbur nëse ti e mban këtë shtëpi. Mendon se po prandaj po të pres dhe vazhdo prapë më mbrapa. Mendon se unë mendoj personalisht është ndryshe kur investon në biznes. Po. Kam pas restorant timin, mbyllur nga hiçi. Po është shtëpia kur investon në një shtëpi është shumë herë më e sigurt leku jot që ke investuar se sa në restorante apo nuk them që s'është. Kudo çdo investim është i mirë. Ndryshimi është që ky shtëpia është investim afatgjatë. Është më safe? Është patjetër është më safe sepse ti ke disa lloje të ardhurash me shtëpinë. Me shtëpi ti ke të ardhura nga qiraja mujore nëse ti bëj. Ti ke tax break, të ulen taksat vjetore. Ti do rritet ajo si vlerë gjatë viteve që kalojnë. Pra, ke disa lloje të ardhurash, nuk ke ti vetëm të ardhura mujore. Ke s'bëhet fjalë. Ndryshimi është që shtëpia është investim long term, investim shumë afatgjatë, që ti do i hedhësh lekët sot dhe ti nganjëherë mund të mos shikosh lek menjëherë, po do jesh i përgatitur që këto lekë që ke investuar do t'i marrësh, do t'i shikosh fitimin për një kohë shumë të gjatë. Pastaj çdo investim tjetër, restoranti, stocks, aksione, of course, janë më riski, fitimi është më i madh. You're gonna put more work to it. No matter what, shtëpia do dali me pozitive. Do dali pozitive për një familje që s'është e kisha këtu, për një familje që s'është bizneseve. Po, patjetër. Shtëpia është investimi jot i parë, është mendoj se shtëpia je më safe se nuk je i bizneseve, i gjërave. Pse jo? Sidomos se ti do duhet një vend ku të jetosh, do jetosh në shtëpi. Je brenda, je është si është prandaj ka këtë kërkesë që ka sepse është
gjithmonë investim shumë i mirë. Megjithatë çdo gjë varet nga nevojat edhe ato gatishmëria e personit. E marr vesh. Vllajko, them se Pak a shumë. pak a shumë kjo është edhe erdhi momenti që ta wrap him up, si Patjetër. thonë në Shqip, mos e ngatroj, mbyllim, ta mbyllim. E përmblodhëm, edhe Megjithatë ishte ti më dhe mua mos e bjerë se ne kishim folën para kur pim kafen, kishim një bisedë të këndshme. Edhe ti më the mua mos e bjerë, po unë da bjerë, po qysh nuk e pe Interi në burri dhe qaj, mos shikor Champions League, semi-final. Në këto budalligjet edhe të marrin kohën edhe E marrvesh, jemi shumë të angazhuar, jeta është like këtu në Amerikë është dhe jemi shpat në dorë tërkohën nga do pres, nga kështu. Edhe haron domethënë që ka prioritetet tjera, të gjitha gjërat i bën që Po do të marrë në telefon për finalen, finalja, do të çoj mesazh, po e pash që s'ktheve përgjigje, do të marrë telefon, po do jetë kështu non stop. Da 31 në mëni, do shikoj mirë, unë kam ndjek të ndeshjen në kam, nuk e shikoj ato turë, një emocioni pa parë, gola rresht, ishte like për mua lojtari, okej, po t'jap një glimpse, që i thonë, një kafshat, tash, ishte, oh my god, ishte tërkohë në kem, shikoja po emocion i pa parë, këta e thonë ndeshja me bukur e 100 vjeçarit, ishte vetëm aksion, lojtari më i mirë për mua, okej, Leotrao, Martinez, i kapiteni Interit, po dalë se po loste me Barcelonën, e ke parasysh, you can I'm sorry for my language, you can't fuck around. E ke parasysh edhe ishte okay kapiteni, se po ishin të tërë luftonin me një shpirt luftues kampioni, po portieri, kur kam parë portierin ky Summer, Zviceriani, nuk e se është Summer, e harrova emrin si e ka, Jan Summer. Unë thash kur e kam parë plako, unë thash se ishte AI image. Kur kërcente. Unbelievable, ka bërë një gjuajtje jashtë zone ai ky ylli i Barcelonës, Gjemali, se Gjemali themun atje ai Jamali. Po. E par plako, but anyway, nda 31 në Myni, është finalja. Përveç kësaj qa Nuk kam gëzuar, gëzuar dhe ishte kënaqësi e veçantë, kisha dhe shpresoj që do të kesh shërbyer komunitetit ton, ta kontrollojmë, e kënaqësia ishte imja. Edhe një gjë dua të them që flasim shpesh për komunitetin shqiptar, gjithmonë kanë një ankesë, po unë dua të them që për mua kanë qenë vërtet shumë mbështetës, pavarësisht se gjithmonë ka nga një ankesë kudo, domethënë me mua kanë qenë gjithmonë shumë. Po shiko, ankesat janë kudo. Shumë mirë dhe janë në qoftë se ti gjërat i bën drejt me ndeshmëri të gjithmonë janë mbështetës edhe të Ardit, në qoftë se ti dhe po je këtu sot dhe je reputacioni jot flet, puna jote flet. Që ke qenë unë kudo që jam, si që thash dhe më përpara dhe në construction, po nga do që vete kisha elektricis, plumber të në shpi që punuan kur mora këtë para 5 vjetësh, ku aplikove me kazh direkt emri jot i pari. Po është dhe një kënaqësi e veçantë ajo që folëm off camera, që folëm jashtë kamerave. Një kënaqësi e veçantë, unë e kam dhe në vete. Unë nuk jam njëri se unë kënaqem më shumë kur shikoj të tjerët që qeshin. Ka të mirë në vetë dhe ajo dhe ke krijuar një ambient atje që kërkojnë të gjithë të flasin me ty edhe një ambient të besueshëm, po është puna jote për të vlerësuar që ju krijuar të shqiptarëve një ambient që të vlerësojnë, vinë se ndjejnë që e kanë veten në duar të sigurta kur të shikojnë. Kanë qenë shumë mbështetës dhe domethënë arsyeja pse jam këtu, domethënë kam arritur këtu është se kam mbështetje të gjithë komunitetit, të gjithë njerëzve, si nga agjentët, si nga njerëzit vetë, domethënë si nga këta që kanë biznese, kanë pasur shumë referime dhe është për mua domethënë është diçka shumë të ndryshme që ne ankohemi për shumë gjëra për njëri tjetrin, jo jemi ashtu për kështu, po mendoj që ne dhe mbështesim shumë njëri tjetrin. E mbështesim shumë njëri tjetrin. Mund të duket diku të paktën nga eksperienca ime, duket unë kam qenë shumë me fat me komunitetin dhe kam qenë shumë i mbështetur. Ke qenë me fat, është puna jote e palodhur që ke bërë edhe që i ke folur
për mua që i ke folur me zëmër, me gjitha Popullorçe. popullorçe, ja ajo që tham, i ke folur Është me tamam atë që ata duan të dëgjojnë. Edhe kjo është këtu e kur ke të bësh me ligje me këto, kjo është Po kjo paraqet. ka qenë kombinim shumë i mirë për të gjithë, dhe për mua dhe për ta. Të përgëzoj. Shumë të përgëzoj. faleminderit. Roç, Ishte një Kënaqësi, kënaqësi e veçantë. Thank you. gjithë të mirat. Faleminderit, gjithë të mirat.